Urgjente. Arditi shtrohet në spital. Moderatori i famshëm Ardit Gjebrea është shtruar me urgjencë në spital gjatë oreve të para të mëngjesit për shkak të problemeve me shëndetin e tij. Vetëm disa ditë më parë, ai pranoi publikisht se vuan nga diabeti dhe kjo mendohet të jetë arsyeja kryesore për shtrimin e tij të papritur në spital. Lajmin për gjendjen shëndetësore të Arditit e bëri të ditur vetë gruaja e tij nëpërmjet një postimi në Instagram. Ajo publikoi një foto ku i qetësoi të gjithë fansat se Arditi është në një gjendje të stabilizuar, por duhet të mbahet nën monitorim të vazhdueshëm nga stafi mjekësor. Kjo ngjarje ka shqetësuar jo vetëm familjarët dhe të afërmit e Arditit, por edhe publikun e gjerë që e ndjek atë si një nga moderatorët më të suksesshëm dhe të dashur në skenën mediatike shqiptare. Shumë personalitete të njohura të showbizit dhe artit kanë shprehur urimet e tyre për një shërim të shpejtë të Arditit nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Ata e konsiderojnë atë si një figurë shumë të rëndësishme për shfaqjet argëtuese dhe talentin e tij si prezantues. Deri tani, nuk ka detaje të tjera zyrtare në lidhje me gjendjen aktuale shëndetësore të Ardit Gjebrea nga familjarët apo spitali ku ai po trajtohet. Megjithatë, shumë shpresojnë që moderatori i njohur të rikuperohet shpejt dhe të kthehet së shpejti tek puna e tij e dashur. Ne si staf urojmë që Arditi të shërohet sa më shpejt dhe të rikthehet me i fortë se kurrë. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.